hyrja në territorin e Republikës Shqipërisë bie tjetërina, sipasi postat ekspres me avion kryesisht, dhe si tilla nga aeroporti në Tereza në drejtim KQZ-s më duhen 20 minuta më shumë dhe sigurisht që kapen të afatet. Kur fillon numërimi i votave brenda vendit, fillon numërimi dhe i votave jashtë vendit. Mund themi në parim duket se gjithçka po shkon mirë, edhe partitë politike sot në KQZ shprehen, mund themi një farë, mund themi qetësie, relaksi për mënyrën se si po administrohet procesi, po gjithë e dim që sa më shumë afron data zgjedhjeve, aq më shumë orientacion politike. E marrim, e fillojmë nga fillimi, vjen zarfi, si bëhet ndarja dhe si fillon pastaj numërimi. Sepse janë dy zarfe. Që në fillim bëhet nxjerrja e zarfit, më themi zarfave postare nga zarfave të KQZ-s nga zarfi postar. Bëhet hapja e zarfit të kompanisë postare dhe dalin zarfat e KQZ-s. Në moment bëhet diferencimi që përmendën zarfi B me zarfin A. Fleta votimit është në zarfin A, zarfi bën, më themi, identifikimin që e vetëm KQZ, duhet të rinë të ndara. Dhe rinë të ndara. Më pas, zarfet, siç janë të mbyllura, hidhen në një kuti votimi dhe momenti që fillon numërimi, hapen zarfat A, që nuk janë më me zarfat B, dhe fletat e votimit hidhen në një kuti tjetër. Pra, duket si një proces si trefisht, që në shumë veta më thënë pse duhet përsëritet, po nga janë jep një farë garancie që vota është e palexueshme nga komisionerët politikë në Shqipëri, pasi e dim që 4 ditë për të votuar nuk nevojiten dhe sigurisht që duke votuar në relaksuar në familje, në bashortin, në fëmijët, vota është lehtësisht e identifikueshme. Pra, votimi familjar nuk është se mund të... Ervin, a ka ndonjë shqetësim nga partitë politike në procesin e numërimit, kështu siç duhet jetë, siç e shpjegove? Ka ndonjë merak në këtë rast? Partitë politike, merakun që kanë pasur ishte që numërimi i votave ta bënë ata vetë. Dhe ndaj gjetën dakordsinë kur ndryshuan kodin zgjedhor që thanë numërimi i votave diasporës do të bëhet nga komisionerët politik, jo nga komisionerët civil të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Si tillë duket se kanë marrë një farë garancie që ne do i shohim me duart tona, me sytë tonë se si është vota. Por do jenë përfaqësues të partive në atë moment? Edhe në këtë moment që flasim, në Pallatin e Sportit pranë Parkut Olimpik, janë linqet që ti mund ta shohësh koreale se çfarë po bën administrata e KQZ-s me fletë votimit. Sigurisht është komplet Pallati i Sportit që ka një kapacitet, mund themi 2000 vende mos gabon, që mund monitorohet si nga kandidatë për deputet, ashtu edhe nga subjekte politike me monitoruesit e tyre. Dita sot me ne ishim përfaqësues të partive politike, PS-s, PD-s dhe Lëvizjes Bashkë dhe ishin, mund themi, goxha të relaksuar në deklaratat publike. Dhe tani gjithçka është qetë, shkon qetë. Të shohim sa më shumë të afrojë 11 maj, ne kemi parë në shkuar në vazhdim. Është bisedë që ne do ta ribëjmë sërish Ervin. Patjetër. Deri në finale, në 11 maj, për shpjeguar se si mund të votojnë të gjithë qytetarët shqiptarë të cilët janë regjistruar dhe duan të shpejnë vullnetin e tyre. Patjetër, në ditët e para të muajit maj besoj do kenë ardhur dhe fletat e votimit të para pranë Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. KQZ do të administrojë vetë ai si institucion fletat e votimit dhe do të dorëzojë partitë politike në momentin e numërimit. Pra, paktën sipas institucioneve është garancia që monitorimi i zarfave kur do vinë, do të jetë 24 orë me kamera live nga partitë politike, nga gazetarët, nga gjithë personat interesuar që janë. Le të shpresojmë që ky të jetë një proces të mos kontestohet. Më shumë se sa kontestimi unë do... Ndodh për herë të parë, kështu që le të shkojë mirë, le të shpresojmë. Ne bëjmë një demonstrim këtu i cili nga janë zarfi parë, zarfi dytë, zarfi tretë, nuk janë materiale dopte, materiale të cilat kushtojnë. Dhe vetë postimi i fletës votimit, dërgimi dhe marrja kushton. Duke qenë se janë mbi 245.000, shpresojmë votojnë gjithë në mënyrë që kostot e shpenzuara, janë paratë shpenzuara, nuk kthehen më mbrapsh, të mos kenë shkuar dëm, po ta kenë shpreh realisht vullnetin ashtu siç kanë dashur ta shprehin në momentin kur janë regjistruar. Ervin, falenderoj shumë për gjitha shpjegimet që na bëre në këtë bisedë së bashku.